Ky emision sponsorizohet nga Golden Eagle, Ozone Hair Clinic, Patos, Huki, Etno Cafe, Portofol, Mates, Qendra e Dobësimit Shkenda Dubova. Golden Eagle. Only eagles fly. Dhe ja tani, momenti I penaltive. Çfarë po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfarë lehtësie e pret. Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe luaj për fitore me Patos. Ndash me aplikacion e ndash me album. Dhurata ki me fitu shumë. Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone. Në fund, kërejt jeni në lojë për të reqen e shpërblimeve të mëdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, Pato Spon. Nuk I nevoj më stresu. Nuk I nevoj asë në Turki më shku. Asë në Shkupe, asë në Tiranë. Krejt doktorat të Turqis vinë në Prishtinë. Atëherë qika, kom vendos, dhe për herë koft. Pak për ngaje qika? Atëherë qika, me lavru, e lavru I vetë. Mi mjell I mjell një ju, me kor I kor brezeri mas 6 muje. Rënja flokëve nuk është më problem. Pjellja flokëve është art. Ozone Hair Clinic. Qa din ti, për emisionin sonte? Sonte I ftuar njani për e perav ma të pëlqyë. Njani për e perav që për momentin është ka bëmbuj shumë të madhe edhe në për rjetës sociale. E dojmë buzat e po ashtu është edhe inteligent dhe ka shoqëni shumë të madhe edhe me gankot. Ky është Klevjo. Është naci që të kom sonte në emision Klevjo. Faleminderit për mikpritjen, du të falenderoj Prishtinën, edhe ndihem mirë edhe unë s'kam para si gjë, pas ka shumë gjëra të bukura. Era e parë në Prishtinë që ke ardhë? Era parë edhe ky do jetë rrugtim shumë I gjatë, se unë në Prishtinë planifikoj që ta kem si qytetin tim dytë. Ti e rritë në Bronx, një farë fryme Bronxit është këto. Edhe Klevjo ja u ki bërgjë realisht me ardhë në Prishtinë, sepse e kom pa je kon live edhe të kanë ardhur te hoteli me bu fotografi me dhon dashni. Ke dal dikon tu kanë afru për me dhon dashni e fotografi. Edhe mbi gjitha je kon me ta I thjesht edhe I afërm. Edhe buza 4 minuta ta keme. 86 sekonda apo 80. Po ndihem shumë mirë edhe unë ndihem mirë kur më rrethojnë njerëz që din nga bote e artit, ose njerëz që din nga Hollywoodi, ose njerëz që din nga historia, ose njerëz që din
diçka. Ndihem shumë mirë dhe jam 100% bisedë. Dhe jam i ditur për aq sa flas. Po të rri me ignoranta, do sillem si ignorant. Edhe njerëzit kanë parë ignorancën time, sepse unë rri me ignoranta. Di ti kush janë ignorantat? Ata që më komentojnë aty më shajnë, më provokojnë. Klevjo, qysh e ki fillu me muzikën realisht? Me muzikën e kam shku në Amerikë, kam qenë 15 vjeç, kam pa 2 shok në Tiranë, Elisin dhe Enin, që i du fort, i kam vlezër, edhe Gerin, djali tezës i Elisit dhe Enit. Edhe kemi fillu muzikën me Gerin dhe Enin, derisa jemi njoft me kapitenin i themë. Kapiteni është Unikatili, ha? Viktori. Okej. Per ata që se din, a je kon një men najherti? A je kon antar, je kon si antar, apo je kon veçëm si bashkëpunus me Unikatilin, si shok, miq? Për të thënë se Unikatili kë ka marrë në grup, i ka marrë se edhe i ka ndihmuar edhe i ka dash si njerëz deri diku, kupton? I ka pas staf. Po, të paktën ata që ka njoft. Se kurse për mua nuk ka pas asnjë lloj interesi për të qenë unë antar i TBA apo se isha në një talent muzike. Po, i pëlqeja si tip, edhe më ka mbajt afër, edhe më ka dhënë edhe mundësinë për të bashkëpunuar me Unikatilin që në 2006. Edhe unë ja di për shumë faleminderit. Kështu që nuk është se kam qenë si tush antar si reper, kam qenë antar si dashamirës më shumë, kupton? Si bashkëpunues. Unë isha aty për çunat, edhe pse ndoshta s'kam pat nevojë ndonjëherë, po unë kam qenë aty me aq mundësi sa kam pas. Edhe jam rrit me TBA, jam rrit me Unikatilin. Çuçi ke pas jetën në Bronx në atë kohë? Je shku si 15 vjeçar, ke qëndruar atje për 10 vjet, 12 vjet, ha? Shkova 14 vjeç edhe u ktheva 15 vjeç e gjys. Mora pasaportin nga shtëpia pa e ditë njeri, i vodha lek familjes, preva biletën edhe erdha në qytet. Kënej. Po. Çuçi ke pas jetën në Bronx atje? Atje shumë të vështirë. Pse të vështirë? Shkova në gjimnaz. U regjistrove. Me zezakve aty, ha? Edhe mes shqiptarëve, kosovarëve më shumë. Okej. Edhe isha i vetëm babin kisha. Atje? Po, mashkull, që mund të mbroja. Edhe jam përballë në shumë situata. Si në rrugë, si ekonomike, si ku e diun, nga të gjitha, si emigrant, pa ditë anglisht. Edhe u mërzita, ndeta 1 vit e gjys, derisa thash, mora pasaportin, vodha dhe lek edhe ika, nuk doja të rria më, aq depresion po kaloja. Atje. Sa vjet po të bjen me jetu? Ku? Në Bronx. Po kam jetu 12. Po problemi se kam ike kam art, kupton? Tani kam 8 vjet pa e shkel. 8 vjet? 8 vjet pa e shkel. Tash i lirë, nuk i probleme me shtetin, një nejt fort duhet me ta bo në Amerikë. Se generatat e reja besoj që dëngojnë atje. Ej, Klepto! Një big up për Klepton. Po, e kam Klepton e du më shumë nga të gjithë çunat. Për me dasht është. Po, edhe big up. Klepto është, ne kemi qenë të dy isoj, edhe Klepto nuk e ka pasion muzikën, nuk është se e ka për famë. Se merë seriozisht, si anin. Edhe të dy kemi qenë isoj, edhe të dy aventura kemi kalu shumë, me Klepton kam shumë aventura. Klepton për ty më kam fol mu para se ti me dalë për i burgut, edhe gjithmonë ka përmen hudra, ka bo grabitje, hudra, ka bo therje, hudrën e kam shok, hudrën që atë vynë atëherë në Shqipëri, apo kupton para se ti me unë njoft për mes rjetëve sociale, unë të njoft ma herët prej Klepto si hudra. E kuptoj. Po, tash pra, kam qenë problematik edhe unë jam lekist, që do të thotë unë së rri do të pa lek. Momenti që unë jam pa lek, shkoj drejt qia? Grabitjes, drejt drogës, drejt gabime, drejt burgut. Larg burgut, inshallah. Po të kap. Klepto. Big up. Klepto.
Që të shef muzikën shqiptare, Klevjo, që tash je zhyt në showbizin ton. Muzikën shqiptare e shoh rapin kosovar. A kupton? Që janë talenta, vetëm këta shoh, ata kam dëgjuar. Edhe në Shqipëri kemi Noizin, kemi Stresin, kemi Finemin, kemi Mato Lalën, kemi dhe Altin Sulkun. Altin Sulkun. Se njeh ti, po Altinin e njohin shumë. Okej, në Shqipëri. Po në Shqipëri, aty të lagja vet. Okej. Pas daljes tonë prej Burgut, vazhdove me dalë në rrjetet sociale, live-at e parë që kanë marrë bujt madhe mia ndjekës si ke boti. Ka të erdhi ideja me dalë në TikTok, edhe me prezantu veten, edhe me muzikën, edhe me jetën reale. Ideja është se unë kur dola nga Burgu, dola me arreth shtëpie, edhe i detyruam të rria i mbyll. Për ata që se din, fal, sa vjet Burgi ki mojt? 7 vjet e 4 muaj. Pa dal heq. 6 vjet edhe 1 vit e 4 muaj. 1 vit arreth shtëpie që shkojnë 8 vjet e ca. Çështjen e kam për trafik lëndëve narkotike. Për plasim aviona. Kanabis sativa. Puna ishte me avion. Si që bën Noizi me Ferrari, 100 kile, unë thash për i kaloj me avion, 500 kile. 500 kile. Okej. Po s'kaloj do të avioni se U dash me mojt Burgun. duhet. A je para gjyku për sinceritetin që ke dalë në për rrjetet sociale? Dhe sa je para gjyku ti si... Ja, unë s'jam paragjyku për njerëzit të zgjur. Mu më kam vlerësu për atë që jam, me të mirat e me të këqijat e mia. A kam të këqija? Nuk numërohen, po a kam të mira. Numërohen. Gjithsesi. Kështu që edhe të mirat që kam i numëroj me gishta, po themi, po i kam. Kështu që jam shumë mirë me vete. Klevjo, të kena pa që mundësit i ki për me bo videoklipe, e përshëndesim edhe Jurgenin, një big up për bilionerin. Qa? Pse nuk bën videoklipe? Kur mundësit i ki, të ardhurat i ki, veçantin vendet, kerët, krejt i ki. Cila është arsyeja? Arsyeja është se po ta çojmë tani, shikojmë një videoklip edhe unë do ta komentoj ty. Edhe do të them se ku ai është falco. Okay. Do nisi videoklipi, dhe do mbaroj videoklipi, dhe personi, artisti në fjalë është falco. Është falco duke pagur modelen, bravo, atë femrën. Është falco duke i bërë servilizma shokut vet, aman ma jep makinën, sepse Juri me vërtet ka Lamborghini dhe ma jep më. Nuk e diskutoj që ma jep, po, më jep çat i kërkoj. Po problemi është që unë do t'ja kërkoj, do t'i lej dhe orar dhe kur do t'ja kthej. Kupton? Nesër, sot. Dhe nuk ndihem unë rehat ashtu. Nuk ndihem rehat se unë, njerëzit nëse kanë kuptuar, ata njerëz të zgjur duhet të kuptojnë që unë nuk bëj videoklipe se unë jam live një. Edhe unë kur bëj story, ato janë videoklipet e mia, unë s'kam nevojë të thras shokun të marr makinën e atit. Ai është aty me mua. Unë hap live-in dhe tregoj ty që ora atë videoklipin ti që po e bën atje. Vem të jetu. Unë jetoj me vite, jo me orë, jo 10 minuta. Unë kam jetuar me vite. E unë prandaj jam 44 hapa këtyre para. Se kur kam pasun, ta se kanë ditë qa ishte. Kanë këta makinat e shtrejta. Kur kanë këta unë e di qa është. Po, unë e di. Unë e di që qa është Ferrari Noizit. Kupta? Kurse ai se dinte qa ishte makina ime. Kupta? Po se kishte mundësin. Kurse sot e kanë mundësin të veten e njëri të ngret 2 shtëpia bari e të vje këtu që të rëmbem buzën. 24 sekundë. Se ka vetëm Noizi. Kupta? Si po e vlerëson pjesën e showbizit, me pak qa ke pa dhe me pak qa ke analizu.
duke përfshin videoklipe, në këngë, në përkrahje, gjitha këto. Okej, unë shikoj që showbizi është një fallco e madhe. Të paktën para publikut janë disa njerëz që nuk I shikoj dot. Janë disa që janë artista edhe është seriozisht është mirë ti dëgjosh, edhe ti shikosh. Kam shku në për koncerte, unë kam qenë arrest shtëpi dhe kam ndjek koncerte, kam shku te koncerti Lirikali Demsi Kreshi. Respekt. Kam shku te Tajna, kam shku te Melinda. Respekt. Kam shku te Dafina, kam shku te Fifi. Po me Dafinën, çfarë mendimi e ki? Çat ka mërzit Dafina? Sepse në rrjetet sociale të pa një herë që ke dalë dhe ke folur. Dafinën e kam adhuru dhe prapa Bellën e e saj, adhuroj diçka. si artiste, sepse Dafina është nga artistet më të kompletura që ka Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Po Dafina është shumë dominuese femër, edhe nuk më pëlqen në raport me bellot që ka pas, edhe ka. E dyta, që jam mërzit kur e kam pa në bashkëpunim me një antar të bandës o të re, me Varrosin. Kur e pash me Varrosin, e disa jam mërzit. U mërzita shumë. U mërzita se duke e parë Dafinën aq të madhe nuk ma merrte mendja se do pranonte bashkëpunim me Varrosin. E për çfarë arsye, a ke mujt me analizu e ka pas atë bashkëpunim? Nuk e kam gjetë akoma përgjigje. Du një përgjigje. Çfarë kishe thonë Dafinës për bashkëpunimin që e pas ka bo me Varrosin? Ku është kamera? Që drejt. Po Dafina, du një përgjigje, qa përfitimesh ke ti që në nxjerr ne këto bashkëpunime, se unë jam adhurues I yt. Dhe si adhurues më linde drejta të kërkoj ty një përgjigje. Pse ke bashkëpunuar me Varrosin? Qa ishte kaq e bukur? Qa? Klevjo, cila është buza më e bukur në showbiz për ty? Buza më e bukur? Po, në showbiz. Showbiz. Për mu? Për ty. Pa mirë. Një imagjinat. Jo një imagjinatë, se I shikoj drejt për drejt, unë pastaj një imagjinatë është tjetër gjë. Po. Okej. Tani të m'japësh pak ndihmë. Dhondi. Për shembull, ti e ke menduar ndonjëherë kush mund të jetë? Kush mund të jetë buza më e bukura për mua? Për ty. Se dhe ti ke gusto. Bashkë pas na me menu. Po e bukur është, edhe Dafi është seksi. Dafina është e lezetshme. Gja, po e shikoja I ditë me vëmendje. Dafina shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Po sjellja me atë tatuazh. Vetëm sensualitet nuk ka. Shikosh Dafinën, shikosh dhe Gjarprin. Se kuptoj, moj Dafi. Po që janë mor? Po si e ka lënë I bello vetër? S'ke frik nga Gjarpri tjera? Si e ka emrin ai? Bello I vet? Po, ai. I dashuri. Ai. DJ Giku. Prandaj, e kam inat Dafinën nëjherë, jo gjithmonë. Se DJ Giku s'ka autoritet t'i flasi. Edhe them pse kjo rri me meshkuj që I dominon, pse nuk gjen një gango. Klevjo, si nisi pra sherri me grupin fjalë? Unë kam dhënë deklarat në polici për këtë punë. Kur më kam pyet për tritolin e Bellos. Dalim edhe aty. Deklarata ime është kështu. Kur Bello shante Viktorin, unë I katilin. Para shumë vjetë. Po, unë isha në Amerikë, me Klepto, edhe me unë I katilin, edhe me Tin. Dhe u planifikote me gjyt Noizin. Dhe unë kam qenë nga ta njerëz që kam thënë lere, Bello Bjondi, se ka qenë Bjond ky, me vetlat e çara.
Do që më të shem, ky është kështu more. Ky është bello italian. Edhe kam qenë pro që mos ta gjunin, se ky ishte i vogël. Tani, mas 15 vjetëve, dalun nga burgu, mas gjithë tyre historive, e ku e diun. Edhe më linde drejta të shaj bellon unë. Kupton? Se na ka shar bellon, e u kujtova unë që bellon na kishte shah. Tash unë ta shaj dhe unë një herë bellon. Unë e shava bello e mori seriozisht. A ka dosh ndonjëherë me të bo pa besi ose diçka të tillë? Si ndonjëherë. Po 4 herë më ka çuar burg i herë. Okej. 4 herë me fakte. Kupton? Ka çuar burg. Po. Çfarë mënyre? U shkon polici ka thonë. Po ta tregoj mënyrën, a ke kohë? Okej, po më çush jo? Oh, je kurioz, ja? Gjithsesi. Po, një mënyrë është kështu. Bello për të ngjyt mund atentat, makina para, unë këtu. Unë me kozakun, e njeh kozakun ti. Po. Ë? E njeh dhe ti, ë? Po. Unë me kozakun, në makinë, dhe 2 shok tjerë. Bello është për të ngjyt mua me shokët e vet. Tysh me ta kris hekera? Po me të gjitha mënyrat, nuk e di unë me çfarë. Okej. Për të ngjyt, kur bëhet fjalë për gjyt, që them unë gjyt, si njerëzit se kuptojnë, po gjyt se dëgjojmë me filxhan, është gjyt, dëgjojmë me telefon. Në mënyrë të vetëm. Dëgjojmë me kobure, dëgjojmë me po diu me çfarë dëgjoj. Edhe bello tani thirri policin, vje policia më kap mua. Pse? Ë? Me shtet. E thirri për me thonë dil. Po pra, sepse unë kisha një armë, po e kisha manovër. Nuk e kisha unë. Vesh që kërse, bam! Nga ato, po. Nga ato. Tani bello ka mendu, ka fusë në burg. Bëj një 5 vjet burg kë. Kur dalin nga burgu, flasin prap. Po unë jam strateg. Unë e kisha lodër. E kisha për videoklip. Edhe dola për 1 muaj. Okej. Kur dola, më bëri një kështu, më pruri një gocë që ti dili janë takim asaj gocës. Qysh, ta ka qu njonën për me taku ty. Po, e kishte kurorën këtu ajo, o të re. Tatuazhin. Ajo gocë. Oho, në histori ko kanë veti kjo. Po, se ke gju një muzikë që i themu në bashkjetusen, ta përdhunoj. Po, e kum ni. Te bydha da ka shumë. Po, se është histori e vërtet ajo. Nuk është histori në për ëndra. E qysh e bon ato për veti kur ta ka quaj? Po më shkrujti ajo, më tha të kam pa në ëndër, i thashun, ha me kurvë, si të e filloj. A ditë ti e vrejte me? Unë e dija sepse ajo u vonote. Ajo nuk mori me kamer. Këta flisnin e mësonin. Ajo ndalote 4 sekonda, gjote këta, më fliste mu. Kuptoti tani. Unë budallaj, shëndet fjale vërtet. Shëndet dhe që i do më peshkonin mu këta, me një femër. Okej. Edhe i tashun hajde. Erdi ajo edhe këta nga mrapa. Po nuk e pan të arsyshme. Pas përplasjes me bellon ka do lajmi që i ke vënd 3 tëll. A e ke qitë ti, apo je ndjeni kush e ka bo? Qa është e vërteta këto? Kam dhënë deklarata në prokurori. Okej. Ndrojmë pyetje. A do hyjen pjesë të Big Brother nëse të frasin në Shqipëri ose në Kosovë, plebja? Për ai sa mjef, qa mendon? Jo. E sakt. Qysh me shef stresin si shok të vjetër dhe të fëmiris, pjesë e Big Brother? Dhe apo mendon që po i bëhen pa drejtësi apo do një gjë tjetër? Si e vlerëson? Nuk ka si gjë se po i bën një padrejtësi, ose s'ka një padrejtësi, një prerje mbes këtu, se s'ka çdo gjë është e hapur. Janë me individ, e kanë me njëri tjetrin ata, edhe kur se gjithë historia është që ata ofendojnë me njëri tjetrin. Bëjnë gjeste që nuk i kanë hije as femrës, as mashkullit. Edhe Arkimedi nuk e prisja se do kishte këtë sjellje. Seriozisht, qa sjellje. Nuk e di, po nuk është ai që njoh fund. Të pam live që ke qenë të
Klan Kosova. A mujte me ja dhënë dhuratën apo jo, sa e ndjeka live? Po. Edhe çka ta produksioni? Produksioni mori bluzën, më premtoi se do t'ja jepnin, edhe i bezdisa pak, se prandaj vajta për t'i bezdis. Ja arrita qëllimin. Faleminderit Golden Eagle që na jep një energji e gjithmonë jeni me mu Meriton Mjekiçin, kudo që udhtoj, kudo që bëj edhe sport e po ashtu edhe gjatë emisionit na jep një fuqi me artista dhe me DJ Luke Bonin. Për ata që dëshirojnë flokë të shëndetshme dhe mbjellje të sigurt e keni Ozone Clinic. Patos, gjithmonë me mua, me shije të ndryshme, edhe duke pa film, edhe duke udhëtu me aeroplan, kudo që unë shkoj. Patos. Hoke, me distributor nga Zvicra, me shije të veçantë si Peach, Moll e të tjera, me pronar Laurent Dërmaku. Portofol, për ju që dëshironi mi mbajt në rregull letrat dhe mos me pas keqkuptime me shtetin, e keni shtëpinë e kontabilitetit. Etno Kafe, me hangër, me pi e mu knaq në Zvicër në midis Sangallit. Kjo është knaqësia. Mates, me i prej flokët e me u knaq, Eris kom falenderit shumë, dëshironi me konë pjesë e heqjes së kilogramve, shëndetshëm, qendra e dobësimit Shkenda Dubova. Produkti Minoxidil është për gjithë ata që kanë rëmje dhe rallim të flokëve, dhe si për ata që dëshirojnë të kenë mjekër të shëndetshme. Produkti që ka 100% efekt nga Amerika. Golden Eagle. Only eagles fly. Dhe ja tani, momenti i penaltive. Çfarë po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfarë lehtësie e pret? Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe luaj për fitore me Patos. Ndash me aplikacion e ndash me album. Dhurata ki me fitu shumë. Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone. Në fund, kërejt jeni në loj për të reqen e shpërblimeve të mëdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, pato spon. Nuk i nevoj më stresu. Nuk i nevoj asë në Turqi me shku, asë në Shkupe, asë në Tiranë. Krejt doktorat Turqis vinë në Prishtinë. Atëherë qika, kom vendos, dhe për arë koft. Pak për knoje qika. Atëherë qika, me lavru, e lavroj vetë. Mi mjell i mjell një ju, me kor i kor brezeri mas 6 muje. Rënja flokëve nuk është më problem. Pjellja flokëve është art. Ozone Hair Clinic. Pevjo, pse e mërzit me Megi Pojanin? E ke përmen në për kangë, e ke pasi simpatike. Po e vërtet është, me Megin jam mërzit se unë jam psikopat. Edhe jam mërzit të unë vetë. Megi më ka respektu, Megi më ka pru edhe cigaret e burgu. Love you, Megi. Mërzitëm kontu, seriosisht. Asi gjesë më ka bërë. Masi s'ka bo kur gjë do është mu pajtu, se s'është e drejt. Unë pajtohem, po se dia do pajtohet ajo. Ja pajtohet se është vajzë e mirë, Po besoj. du t'i them se po është, edhe unë e vlerësoj për arritjet që ka, e i ka me sakrifica Megi, po t'i hysh
unë pak e njoh në karrierë, po pra aq karrierë sa ka i ka të gjitha me sakrifica. Bravo, edhe është femër që s'ka pat krah. Është si E mirë është Megi, është e hapur, është sa ko mujt me pa. Po, nga ajo Megi është e drejt për drejt. Edhe njerëzit e duan, edhe kur duan njerëzit, ekrani nuk të mban dot mas kuintave. Po. Se kujtove se dia fjalët. Autodidakt. Po me Arian Qanin na pajtohesh ajo? Me Arianin. Me Ariani si mjef mor. Qa mu pajtu me Ariani? Pse u mërzite me Arianin? Me Ariani, pa Ariani është pervers. Ariani është burri keq. Edhe normal që mërzitem. Në shisoj, si të marrë është ti njëri që i ngjan Arian Qani, ta marrë është këtu, edhe i thoni ju të lush koqe. Do mërzitet Ariani? Po, e vërtet. Ti do mërzitesh, kishte marrë ai në një si ty, atje të bëjnë në njëri si meritoni atje. Po në fakt e kisha marrë si mërzitje, sepse ish dasht mu me më kontaktu. Ora hiqër, fare, si era merë lloj nevojtore që nxirrin nëpër ekran, o vlla. Ç'shkjora më nxjerr ti mu lloj zhapili qyteti, gje zhapila e nxirr aty, e luj koqe ti. Edhe ata e shikon nëna ime, motra atit, buza. Atë ka prish punë me buza. Po si jo, mërë. Po këta të marrin, këta nuk e di ç'a janë, nuk e di se ç'a lloj gjarprinsh kanalesh. E ka mirë Edi Rama kur thot llum. Po të them llumër. Llum nuk e di ç'a fjalë ti gjesh këtyre njerëzve, po s'kan turpër. Edhe dalin janë për javë aty. Mbajnë edhe konferenca, bëjnë edhe si të zgjut. Kritikon ai Erion Velian. Erion Velian ndërton qytetin. Ai shan Erionin, ore Arian Qani, po seriozisht, la. Si erë, për ç'a po e sha? Po kur ishte Lul Basha që flinte gjumë. Pse si thu? Po si erë duke ti mohu sy për syre, duke na bërë qorra e shurta, duke na nxjerr zhapik nëpër televizionin. Unë nuk e di se jam dakord, ti je me një parti ti mbaje, jam dakord, ti je simpatizant do ta mbrosh, se je fanatik. Unë jam tifoz e mbroj ekipin tim. I keq i mirë e mbroj. Po problemi është që do them që ore, Milan jesh i mirë, po e rafi Interi dhe Interi është mirë. Nuk mund të them unë Interi bën Milani. Si mund të them unë zbaka Barcelona, Bayern Munich, si? Asese. Si? Të kom pa në për live, Klevjo, që ke pas një mendim të mirë për Luizën. Po. A vazhdon ala me kanë mendimi dhe kush mendon që ka me konë fitus? Për Shqipëri, me sa kam pa unë si ndjektar, jo. Nuk i ndjekta, sepse nuk e qatë shikosh. Është bërë një lloj standardi që sot bëhesh VIP sepse do Arbana Osmani. Sot bëhesh VIP sepse do ky. Si e ka ky moderatori këtu? Kosovë. Big Brother. Po. Alaudini. Të merë Alaudini dhe të bën VIP Kosove. Kupta? Të merë nga lagja edhe i hiqesh Kosovës ti si VIP. Qa VIP-i? Për qa je VIP? E diti qa do të thot VIP? Po. Do të thot person me rëndësi të lartëra. Po qa rëndësi e kanë këta? Po mje për një cilësi që këta kanë rëndësi. Qa rëndësi e kanë? Të merë Arbana, e merë lloj zhapili, e lloj përputhen, e lloj të shitet ai për VIP atje. Kupta? Edhe flet të ndyrej. Normal se do flasin ndyrej. Si s'do flasin ndyrej. E ta dëgjojmë në familje atë, se do Arbana. Kupta? Po. Se VIP është Iliri. Iliri që fitoi ai quhet VIP. Se është artist, është arrit, ka kulturë, është i zgjur. Ditë gjitha me disiplinë, u çopte, pastrote, gatunte, mësonte të gjithë, i rinte të gjithëve afër.
Ai është njeri me rëndësi. Çfarë rëndësi e kanë këtar? Çfarë rëndësi e ka ajo Dear që më rri atje mu? Tea, Efi, çuni i Berti tëra, na lyth thojnë të zinj. Por çfarë rëndësi e kanë? Luizi, bjondi jon, ka rëndësi se është lafolog, është orator, është me i zgjuri, është... E kanë pëlqyer shumë publiku edhe kanë afru. Klevjo, a kime pas një album së shpejti? Dhe nëse po, cili është emri i albumit që kishe dashti Mia Lon? Ose kam mendu në herë për album, se... Po, do ta mendoj edhe emrin. Kush janë reperët që do doje me i pas pjesë e albumit? Do me thonë top 3 ose top 5 që për ty janë reperat mirë. Po flasim që ty të pëlqejnë dhe ki respekt. Unika Tili, Ne. Mozik, lirikal, 2, 3 respekt Resha. krejt, 4, Ledri, 5, Kapital. 6. Një respekt për krejt, big up. Po reperat që ty nuk të pëlqejnë, Klevjo, mënyrën e interpretimit, po flasim mënyrë profesionale, që nuk më pëlqejnë. Po. Që nuk më pëlqejnë, tamam ke dalë fix. Don Johnny, ma falso në për videoklipe, ore nuk e kam inatër, jo. Se është talent. Ka talent. Edhe unë ndoshta e kam mërzit dhe ata, i kam rëndë atit në qafë. Seriosisht i kam rëndë në qafë se unë e njof ata. E njof nga Arkimedi. Ka qenë edhe ti e ke pat, tim ke fol shumë mirë për atë se ti e ke dash. Edhe nga ty i kam pat respekt, edhe im ka respektu, kam fol, kemi fol. Po, mënyra se si interpreton, mi e pa antipati, a kupta. Po, këto do me thënë janë ato stonimet e artistave, që në studio është i mirë, po del atje në interpretim edhe është se nuk i shkon. Se duhet t'jesh i lindur, jo i sforcur. Duhet t'jesh i lindur, duhet t'jesh po se ndjeve, nuk mund të shkrush. Nuk mund të shkrush ti sa për të plotsu refrenin Benciri. Po jo mërë, haratak. Klevjo, kush është pedagogu që gjithmonë e përmend në për këngët e tua? Ose e ke përmend disa herë? Kemi qenë si kurioz dhe çfarë raporte ki me pedagogun? Jo e që asyzet se Për shkak të respektit? du që dhe më shikosh në sy. Pedagogu është një nga njerëzit më të afërt që kam unë, familjarisht, edhe personalisht, quhet Dritan Dajti. Një nga top 5 kriminalat e gjitha kohërave të Shqipërisë. Shikon sy, unë i njoh kriminalat e Shqipërisë gjithë. I kam njoh, i njoh dhe do t'i njoh. Pedagogu është top 5. Nuk po them i zgjurit, nuk po them strategu, po është në 5. Edhe do të përmend 5 persona dhe zgjidh kush është më strategu. E pedagogu i kanë rënë fatkeqësi tilla, është e burgu, e presim dali sa më shpejt. Ky është pedagogu. Okej. Klevjo, a është e vërtet që kudo që po shkon po i mbush nejat? Pa. Dhe do jesh edhe me të 14 në Prishtinë? A ke rrit pak çmimin ajo? Ja, çmimin nuk e kam rrit, po jam top 5, një nga më të shtrenjtit. Që të më shikosh mund diskotek, pronari duhet jetë gango, që të marri mu. Po si e pronari gango nuk merr dot. Nuk më rrem ben dot. Po si gango nuk përballon dot ai. A ki 15 metra 10? A surpriz. Sa? Klevjo, konga e radhës që ki me qitë? Po tani, kam mundësi këto ditë, do shkryt se jam frymzu këte nga Prishtina, kam aventura pa fund. Po,
Do ta nxjerr një të fortë, do nxjerr aventurat e mia. Aventurat e tua. 24 aventura. Tura. Tani merdi. Ja, ky do jetë titulli. A jena gati për performancë që dash ajo, mas 24 aventura. Qa do ti? Me myt bitën. Qa bite? Bitën me dërmu qita që dëgjohet për momentin. Klevjo, Qa? i gatshëm për super reptur. DJ Luke Bon. Gjujci DJ jam shaj qatë bit. Qa? Gangster shit. Klevjo, i dashur për buza. Gango, inteligent e stilist autodidakt. Po ashtu i veçan stilin e ti. Brutalen zi, qa diti për buza. Dhe 24 sakrifica. Gango. Qa s'besoti, ha? Ku jeti o gjyci DJ-ve? Myte kërë. DJ Luke Bon, një nga gjycat e DJ-ve, o buda. Qa s'beson ti? Kosov Gango. Tre me gjyca u që kë komando. Një zastava serbe mbanes Nike Lato. Një ka jet Argentino Dobermano. Qa titi për strategu Pignol Koloneli. 10 vjet avioni karteli. Turita në Amerik G-Unit rebeli. Petagogu Dilin qerin ta dominojnë femër. Sjeli arroganti. Bombay exekutu Indira Gandhi. Bolivia Che Guevarën komandantin. Nga Ferizaj mafios diamanti. Bilioneri Futje Zela Painthouse Shikotela Muzika italiane Bella Stella Used to live in Belgium Shok kriminella Identiteti nga sot Klevjo Masoni Lidhjet e forta i di dhe meritoni. Autodidact adhuroja Berlusconi. Milanis Gjerman Dollar do kap milioni. Syzet Casino Salute Flo Familjes Gambino. La erti kërkim Assassino, Bjondi Viki, Shkodrani Totorino. Qatiti për nasën, apo Armstrongun. Qatiti për Burgun, apo New Yorku. Normal se m'kan gjy, po kam gjyt edhe për shokun. Vajta zastavën se për kele shita Glocku. Normal pëlqen vetja, inteligent. Studioj historin, kontinentin indigen. Cortezi Spanjol, Anajdi konsulent. Noizin Takova, zotin kompetent. Ku jeti? Haratak, talava. Wow, qa? Ironi kirurgu direkt pa censura. Artistat Kosovës, bravo kultura. Ne kemi një mbret me tatu karikatura. Psikopat me dosje, love aventura. Dy lesbike në hotel, aty te Emiraldi Suedese. Brune doktoresha spitali. Kokusha po shikonte me pamje nga djalli. Gelato Hollywoodi, direkt nga kalli. Gango Klevjo Inteligenti Gango Qa? Mr. Dashur Premje meritorit edhe prej Gangos inteligent Klevjo që nga son Klevjo Masoni. E falenderojna shumë që është pjesë e emisionit e që gjithmonë po thënë rekorde. I dashur dhe i ftuar për publikun e pashtu edhe pjesë në për koncertet ma të mbaja. Çmimi është gjithmonë i rritur, po ja vlen. Kudo që është, po e së të mbush. Kjo është Klevjo, i mash ndryshe prej asaj që e keni mujt me po. E premje e meritonit, natën e mirë. Let's go! Brrrra! Klevjo! Masoni! Ky emision sponsorizohet nga Golden Eagle, Ozone Hair Clinic, Patos, Huki, Etno Cafe, Portofol, Mates, Qendra e Dobësimit Shkenda Dubova.